Prej fillimit që kom kallëzu, një festival shumë i veçantë ka me umbajt, mësafirët i kom këto, me musët, Vetën Gjelili edhe Shqipëri Kelmendi, për festivalin e Vespave që ka me umbajt. Mirë se keni ardhur, faleminderit shumë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, edhe i përshëndesim gjithë ata që po na shohin. Unë thash një festival i veçantë, se rrallë herë shohim festivale të tilla, mirë po pse pikërisht me Vespa. Qa që jena nëzër po më doket me dalë në Vespa, so... Po fole. Ja nesja provë se ki do zonat. Shumë. Po, hisë është problem. Për boj me shartë. Si vjetë është edicioni 2 i Vespa Festival Prishtina, e kemi qujtë Vespa Festival Prishtina 2025, vitin e kalum ka qenë në fund gushtit e në fillim shtatorit. Si vjetë kemi vendosë me bo pak ma herën pranverë, për shkak se festivali jonë është publiku edhe në Vespa kalendarin e Evropës dhe të botës, edhe në shumicën e rasteve Vespa klubet duhet me rezervu terminin në mënyrë që më publiku data edhe Vespa klubet tjera mandej me planifiku ardhjen. Si vjetë kemi Vespa festivalin me 24-25 maj në sheshin Skënderbeu, do të në Prishtinë. Deri më tani kemi dikun afër 300 vespist të regjistruar. Që sa ko ka fillu registrime, që sa ko kanë mundu shana apliku? Registrimet kanë fillu tashmo 4 javë, po, pak ma pak se një mujtë, po në ka ma shumë se 4 javë. Edhe pak orë është registrimi i hapun, edhe shumë shpejt do e mbyllim. Plani ka qenë me mbyll sot herët mëngjes, po shohim që ka dhe disa që po regjistrojnë minutat e fundit. A ka pas një limit të numrit 5 marsva jo? Jo, limit nuk kemi, asnjëherë nuk do të ketë, sa ma shumë aq ma mirë për neve, po për momentin jemi te 300 vespest. Shumica e vespestëve janë nga Kosova, po fatmirësisht kemi edhe vespestë që do të vinë nga Shqipëria, Maqedonia, kemi disa që kanë ardhur prej Greqisë, do të na vinë edhe prej shteteve të Evropës, Itali, Sloveni, Kroaci, Zvicër dhe Gjermani. Shqipërim të regum që është edicioni 2 që pëmbohat. Qa ka me pas të veçantë këtë edicion, dësha diçka që e dalën prej edicionit kaluar? Është edicioni 2, veçantë ka që përvoja jonë është formu, ka fillu me undërtu si klub i ri, dhe më thonë që 3 vjetë që jemi, është edicioni 2 në nivel ndërkombëtar, si që tha nive, edhe profa, dhe më thonë Vespa Fanatike Prishtina është në kalendarët e Vespa Europe dhe Vespa World. Të i falenderu kryetarit e njësit edhe disa antarëve të grupit që i kanë ndjek festivalet në Evropë. Festivalin e fundit që jënë konë në Spania, që konë Europe Work Festival, apo? No, Vespa World Days. Vespa World Days. Krimit të kontaktove me njerëz, edhe dhe më thonë, edhe na ju kemi shku, se jemi konë bashkë, jemi konë Greqi, jemi konë Kroaci, jemi konë Itali, në Pontedera dhe Montegrotto. Po, kontakte, dhe më thonë, e veçantë është se tash ata e në kompakt të rezervum, dhe më thonë, evropianët edhe të tjerët për Kosovë, në adin se dishka festivali Vespas në Kosovë, a pëtën gjithmonë ato para gjykimet, adin ka festivali atje, po i kanë thuj ato para gjykim, vitin e kaluam kanë qu për shumë përfajsus klubet të ndryshme me po që shpurri edhe që edhe që ju thanë, kënë të knoqën, po jenë shumë të knoqën, edhe në komunitetin e vespesdve nuk nuk ka dalime. Dhe me thonë asë qka i asë raca asë të ndryshme, po janë njerëzit të njajtë, veç me këta kujshitë unë halo, s'kemi bo në një lidhje. Zakonisht në festival, do me thonë kur bo të hapja festivalit, si vjetës dhja ka me konë kryetari vitin e kalu më konë, qërë pa ta në kryetari be? Për Parim Rama? Po, për Parim Rama. Batut ke. Me bo me do që ta ta shkenë komente qyrë. Ka me marë pjesë edhe përfaqësues të ambasadës italiane, dveçantë e banë se si vjetë i falenderojmë mbështetjet e vitit kaluar, të gjithë që na kanë përkra, si vjetë e kemi Ventura Motorsin, që është Mita, që është sponsori general, edhe është përfaqësues i Vespës, edhe ka ofertat më të mira tash që njerëzit me dal në Vespa. Tash edhe derivatet i kanë ma lirë, zdi që kanë e ka një vjetë gratis kush e mërë Vespën, edhe qëllimi i ty në bashkë me neve është me sa ma shumë me letësu jetën e kryeqytetit tonë, sa ma pak bashkë për më do këtë përshata kena nevojë. Sa ma pak vetura, sa ma shumë motora, edhe mja letësu jetë i vetën. Jetën vetin, që është arru pro? Vetës jetën. Vetën, i tregum data, tregum që gjatë këti vikendi ka me u bo këtë festival, mirë po që atë ndështë ta kanë me qenë aktivitetet, që shka me një gjithë shka,
E keni po besoj një farë plani që e keni Po, kriju? kemi agendën 2 ditore, zyrtarisht festivali fillon nesër në orën 11, 11 fillojnë me orë vespesët e parë, i kemi pikën e informacionit ku regjistrohen edhe pajisen me gjitha rekwizitat dhe dhuratat që na i kena përgatit për musafirët dhe vespesët tonë. 12 bëhet hapja zyrtare, do të ketë fjalimet presidentit tonë të klubit Vespa Fanatics Prishtina, mandej vazhdojmë me presidentat e klubeve tjera, do të kemi edhe disa përfaqësues të komunës, drejtorisë të kulturës dhe drejtorisë të sportit, ndoshta nënkryetari i komunës Prishtinës në mungesë të kryetarit përparim Rama, do të ketë përfaqësues të ambasadës italiane edhe disa nga sponsorët kryesorë që i kemi, që na i kanë mundësu me realizu një festival të tillë, se me të vërtet organizimi i festivaleve të tilla don shumë mund dhe angazhem, por edhe kosto financiare. Ne si klub kemi fillu qysh në tetor, e kemi caktu datën, prej atëherë kemi fillu me rezervu vendin edhe me shqiqu me i siguru sponsorat, kështu që aktiviteti ka shumë. Në ora 2 kemi një shëtitje, ose një gjiro i themi ne, është dikun 25 km distancë, rreth Prishtinës, rreth Risenit, Badovcit. Se pja rremnat. Po, kemi me shku në drejtim të Gollakut, fshatrat Grashtic, Mramor, Badovc, kalojmë për skajt Graçanicës, Ajvalius dhe Veternikut të poshtë, kthehemi prapë në sheshën Skënderbeu, kemi me pas performanca të ansambleve kombëtare, kemi me pas performanca DJ-ve ndryshme, të artistave, të këngëtarëve, besoj që kam i qenë A pas në kriterë ndoshta për me marrë pjesë në këtë festival? Po, patjetër duhet me pas Vespa, do të thotë gjithë pjesëmarrësit që regjistrohen duhet me posedu një Vespa. Nuk është i lejuar me motocikleta tjera apo me brende tjera, se kjo është Vespa Festival, do thotë për një motociklet kult edhe ikon si Vespa. Te Vespa mirë po mdoket e kanë thonë ata që është i lashë për kolona. E po mdoket një farë lloj qëllimi kishte me konë edhe që këm festival që me i vedistu edhe qytetarë që me kalu pak në Vespa. Na kanë erdhë bojma i gare të mblit, bojmë një farë Rome edhe na se cili me motor që me... Po, kryeqytetet e mëdha definit mbizotrojnë këto motocikletat, e shumica për ty në fatmirësisht janë me Vespa. A jemi vedistu në shasti popull që me kuptu që me ljon pak anash në shta veturin me dalë me kalu në Vespa? Ende jo, Sa pja dinat mirat Vespës? Ende jo, unë jam do të nga si Vespës që 5 vite, tash po vrej që viti kalu me ky vet ka fillu pak një farë vedisimi nga ana e pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, do veturave, kamionave, autobusave, kështu me radhë, se na si motocikleta jemi relativisht kujdesshëm, po tash duhet edhe ana tjetër e pjesëmarrësve në komunikacion me pas kujdes. Edhe mendojmë që sa më shumë që shtohet numri i Vespesëve, por edhe ndoshta i motocikletave tjera, fillon edhe rritja e vedisimit nga pjesëmarrësit tjerë në komunikacion dhe ata kujdesen pak për neve, ne kujdesemi pak për ata, edhe qarkullimi pak ata pak na. Komunikacioni. Pak më shumë ata se na. Po, komunikacioni mandej ka me u zhvillu ma rrjedhshëm edhe definit ma sigur, që është shumë rëndësi për neve. A ka naj mosh limitume, kështu po menoj pej që saj moshët i duhet gjithësysh me nisë mosh limitume me Vespa? Normal që duhet me konë prov dikon për mi 18 vjetë. Po, 18 plus. Për mi 18 plus, se tash mund marrë dhe 10 malës që ka një unë një Vespa, se ja ka marrë dikuj. Me marrë pjesë në festival. Vlen me cek se të festivali jonë në edicionin e dytë, për gjithë vespesa që regjistrohen, kanë dhe me thonë pjesëmarrjen gratis, dhuratat, gjithë shka që merret as gratis. A keni vrejt dallim në numrin ndështat pjesëmarrësve që janë kunë vitin e kaluar të tash? Ka rritje. A kanë dëgjuar ndështat shumë a shumë për festivalin, janë vedistuar ndështat që marrë dhe ka pas një rritje të madhe. Vitin e kaluar mi kemi pas dikun 220 vespesë të konfirmuar, për shkak se na e kemi një sistem që i regjistrojmë dhe i kontrollojmë. Si vet i kemi mbi 300, edhe vitin e kaluar dikun 10% e tyre kanë qenë për shteteve të jashtme, si vet i kemi shumë më mirë, afër 30% e tyre janë që kanë ardhur për shteteve të jashtme, domethënë që nuk janë të rajonit. Kur po themi shteteve të jashtme, me shumë respekt, po këta që i kemi në Shqipëri, Maqedoni, Malzi, llogarisim si tont. A keni mund ndështa me bo najfar hulumtimi kështu prej cilit qytet ka ma shumë njerëz që kanë Vespa dhe vozizin Vespa në Kosovë? E ke fjollën në Republikë? Po, për Kosovë po folje. Kosovë, definit Prishtina dominant, mandej mas Prishtinës janë Prizreni dhe Peja. Okej. Po, Vrahoveci mendoj ka një komunitet tjetër të vogël, përderisa këto qytetet si Gjilani, Ferizaj, Mitrovica kanë Vespes, po janë në numër më të vogël. Përderisa si klube, Prin Prishtina, Prizreni, Peja, edhe Gjilani. A ka prej veneve të jashtme ndoshta që kanë ardhur me marrë pjesë në festival? Po tash para se marrë tu ne ishim në sheshin Skënderbeu se jemi tu marrë me atë aspektin logjistik administrativ përgatitjes sheshit për hapjen. I kemi taku një 10 vespes që kanë ardhur prej Selanikut, 4 orë gjysmë kishin bërë rukëtim.
edhe para një ore u taku me ta, janë vendosur në Është hotel. hera parë që po marrin pjesë, po Ata vënë. është hera parë që kanë ardhur në Kosovë, hera parë në Prishtinë dhe hera parë festivalin tonë. Në vitin e kaluar ka pas turist që kanë ardhur ndoshta Po, në Kosovë. Ka pas dy tjerë kemi pas. Që ka qenë shkak festivali. Po, kanë ardhur, kemi pas 2 vespes tjerë për Greqisë për Selanikut, e tash kësaj here kanë ardhur përfaqësuesit e atij klubi po në numër më të madh. Ofrohet mundësia akomodimi për njerëz që ndoshta vinë prej shteteve tjera për të marrë pjesë në festival. Ne si klub jemi mundu me bë disa marrëveshje me disa nga hotelet dhe motelet që i kemi në Prishtinë, dhe po i orientojmë gjithë musafirët që janë nga jashtë, që kanë nevojë për akomodim, se ku munden me orientu me u vendos. Na kur folim për Vespa, ju thojna kretë në Kosovë, hekni kjerët, merrni Vespa, po jo ndoshta si klub që e keni shumë me një forum ose tjetër profesion. Keni u thonë ndoshta me naj shtet tjetër me Vespa? Po, që ke merit, jemi konë në Greqi, jemi konë Selanik, jemi konë Kozani, që i ka dikun 150 km prej Selanikut, jemi konë Makarska në Kroaci në festival, jemi konë Itali, se në venet e rajonit, nështë ta pak ven ka që nuk jemi konë. Që shëndrojnë shtetet e tjera në raport me Vespat? A jena shumë mrapa? Jo, nuk jemi mrapa, na kemi një element shumë karakteristik që të ne në Kosovë shumica e Vespa janë relativisht reja, se na vonë kemi fillu me i ble dhe parku i motocikleta e Vespa tek ne është relativisht i ri. Përderisa në disa vende kur shkojmë, shohim Vespa shumë vjetra për shkak se kanë do të kulturë edhe i kanë blerë vitet e 70-ta, 80-ta dhe ende i posedojnë ato Vespa në gjendje shumë të mirë edhe krenohen me ato Vespat klasike që i kanë. Te ne në Kosovë kemi disa, po shumë më pak. Përderisa në vende tjera A jeni numëri madh si klub? Për momentin jemi mbi 60. Po vitin e kaluar kemi qenë mbi 40, kemi pas prurje të reja këtë vit, edhe jemi mbi 60. Kur thoni ndoshta në shtetet të ndryshme, sa ndoshta e keni mri numrin maksimal të pjesë marrëzve për me shku me një shtet tjetër edhe me udhëtu me Vespa? Maksimumi që kemi shku ndonjë udhëtim ka qenë 20. Okej. A është vështirë me menaxhu 20 veta ndoshta me një udhëtim? Ose lehtësisht është. Edhe është përgjithësi, sidomos se na si klub ekzistojmë tamam si klub. Edhe tash është përgjithësi për shembull me njerëzit që i ki se si klub do shmërdhon përgjithësi, si kryetari, si antarët e tjerë për shembull që janë. Kushti kryesor është të na për me marr rrugë dush me pas leje. Evidente që tu mund të marr ndonjë që mu antarësu dhe atë, po edhe kur antarësohet, domethënë e ka obligim për me u pajis me patent shofer, domethënë me kategori për kocë për motor. Si pyeta hiç motën e keni këshyr? Moti fatmirësisht për mirë ka ndru, ka pas frikë që do të ketë reshje nesër dhe pas nesër, po si duket moti është në favorin tonë, që thamë edhe na zoti apo perendia apo dikush ka punu në favor tonin edhe fatmirësisht parashikimi është ma mirë se sa që ka qenë. Ka punu për vullnetin tonë që na e kemi dhonë. Vlen me cek që është edhe kove të fundit ka edhe të gjinisë femnore në klubin tonë. O, që aty do është ta me ndojnë? Kemi përfaqësuesen e gjinisë femnore, që është Azra Oti, dhe dikun 12 ose ma shumë a 19, asa jenë bo, 12 a 19, se këm për cilë. Po, afer 19. Që aty 19 vespiste, femrat të Prishtinës që janë të registruar zyrtarisht në klubin tonë. Edhe ka rallë ty në zakonisht në për qytet. E që ta kështë dhe njashta klubit ju, në përgjithësi, në Kosovë, a është dukshëm ma i vogël numri femrave që vëzdisin se meshkujve? Vespa? Po fatmirësisht po ndran. Do të 2-3 vitet e fundit është rrit interesimi edhe nga ana e gjinisë femrore për me ble Vespa dhe me ngaz Vespa, kështu që na po shohim që ky trend ka me qenë rritje e sipër edhe do të shohim edhe më shumë se jo. Tjetra që vlen me cek është për shembull se na ku kemi shku në për festivale të ndryshme, duhet paraprakisht projektuar që profa merret më atë pjesë, se i shkon për dorë, me bërë rezervimet hotelet, pagesat krejt. Më thonë të na është pa pagesë, që është viti i dytë, se normal po mendoj mu ngrit si klub edhe me promovu qytetin, festivalin. Me promovu. Tendencat tona janë në të ardhmen, domethënë festivali i Vespës në Evropë që mahet me prunë Prishtinë. Nesër ka një numër shumë i madh njerëzve që pas kanë me marrë, uroj shumë ndiku pozitivisht edhe në kolon aty, edhe me mos me pas qysh jemi mësu me pa zakonisht, po du me falendru shumë që jeni konë sot pjesë e momentit edhe një uru shumë suksese. Faleminderit nesër festival. U kry. Mësë më thoj s'kom pas vakt, faleminderit shumë, faleminderit gjithë.